Dimër i vështirë për qytetarët, faturat e energjisë janë rritur deri në 35 euro. Eksperti i ekonomisë Adem Qorolli është deklaruar ndaj rritjes së faturave të energjisë elektrike, duke thënë se shumë qytetarë po përballen me pagesa të fryera që arrin mesatarisht deri në 35 euro për antar të familjes. Qorolli shprehet se faturat e fryera të energjisë në mesatare deri në 35 euro për antar të familjes janë dhimbje për popullin dhe përgjegjësi për qeverinë. Qytetarët po përballen me një situatë të padurueshme, faturat e energjisë së fryera dukshëm krahasuar me vitin e kaluar, ndërsa dimri afrohet dhe shumë familje nuk kanë mundësi të ngrohen si duhet. Ai ka theksuar se situata është bërë e padurueshme për shumë familje me inflacionin e lartë që ka prekur ekonominë familjare. Inflacioni i lartë, çmimet e larta dhe mungesa e buxhetit e bëjnë këtë dimër edhe më të vështirë për njerëzit që jetojnë me të ardhura të pakta. Sipas Qorollit, qeveria ka dështuar të mbrojtë qytetarët dhe të planifikojë me kohë, duke e quajtur këtë një pasqyrë të krizës së thellë të qeverisjes. Qeveria që duhet të jetë mbrojtëse dhe planifikuese është e dobët, e paaftë dhe shpesh e fokusuar vetëm tek karriget dhe interesat e veta. Është e qartë se populli po paguan pasojat e paaftësisë dhe neglizhencës së qeverisë. Institucionet nuk ofrojnë asgjë për të lehtësuar barën. Populli nuk mund të mbetet peng i paaftësisë dhe interesave private të atyre që qeverisin, ka deklaruar Qorolli.